burka jon, e qumshti jon, o bite nonës. Që i thoshin nënat, partizanëve në atë komi, goca, po ju jeni qenë të vogla. Po kishin halal, se partizanët luftonin, ju si ju dyja. Pa tjetër. Atere, vajza, ju ka qëlluar në njerë në rinin tuaj, ose në fëmirin tuaj, se ju të rejeni tani, të merrni pjesë për konkurse të ndryshme, dhe të dini të parat, shumë për këngë. Qa këngë më që këngë, se kënga është... Kompeticione, në gara, të ndryshme për kërcimin, aty ku jeni të dyja, kërcim. Keni dalë njerë para me një konkursme? Shikoni ke kamera mi nëmë se më shikoni. Keni dalë. Pa tjetër, se të dyja keni qenë në një shkollë profesionale baleti, keni fituar atje. Çmimi i parë ka qenë me pagesë, besoj. Pa tjetër, ju ka ndë lekë. Pa. E të mërshme qarë, kjo rinia sot me sa mos besuesë është. Ore, keni fonere që jemi vetë mi po që po, dhe kemi po e kemi jo. Pa. Pasi. Po është po dhe pa është jo. Atere do të flasim sot në fakt, jo për herë të parë. Zonja Gjevahire. Zonja, jo, po flisja për kompaninë, për këtë, si quhet mërë, kjo... Kiki Model. Kjo agjencia. Kiki Model. Kiki. Kiki. O DJ, që shë e kënga? Kiki, you love me, do you want me, me zemra, që që. E dini e kërcimin, vajta? Kiki Model. E mani men? Ajde shpet, deso, ma të rego. Si se ma po që buone minon? Kiki, do you love me? Edhe. Idiotësi e madhe, i linin makinën, ikë të makina. Ca i mori parë makina tjetër që vitën kratë. Nese, në fakt është zhvilluar një konkurs për këngën, Fletzonja, për vajzën e saj të vogël, cila zuri vend të parë, dhe 4 konkurrentët kishin nga 5, më thënë ishin në dispozicion Premio total. 50.000 euro, cilat do t'i ndanin. Mirë po, për të marrë këtë premio, çdo familjar, ose çdo prindi këtij fëmije fitues, duhet pagunte një 0,5% që ishte gati ke 3.000 ca euro. 0,5% e vlerës të 10.000 euro? Po. I pi 10% më burë? Po, pa tjetër, jo. Në total, familja konkretisht ka pagu një 3.200 euro. Po. Ja ka pagu agjensis Kikës. Kiki. Po. Kika e ka, kjo e Kiki. Kiki, më Kiki. Kika. Kiki. Kjo e ka Kika, po agjensia o Kiki. Si është agjensia? Kiki. Kiki mëj. Kiki Models mëj. Nese, qënë ka? E hini për kë flasim. Kiki, djali nga Kosova, që organizon aktivitetet të ndryshme të tjerë. Pra po thoja që të 3.000 euro t'ja ka morë familjes konkretisht. Ato kusurin akoma s'ja ka dhonë. Njerë thot në ministria, shiko se do bëjmë, pasaj kur e merë Dominika në telefon, thot, po jo, se donatorët akoma... Se thot kusurin kë, 10.000 euro shinë, se kusurin zakonisht janë gjurë, janë 10.000 euro. 10.000 euro. Kusurin këto të vogla. Këto gjonat të vogla. Në fakt, problemi më i madh i gjithë kësaj gjëje ku ne jetojmë, është kjo qasja që kemi, ose përgjësia për atë që ka bëjmë. Përgjësia që ka një ndërtues, përgjësia që ka një hidraulik, një elektricist, një person që ka një agjensi, apo një ministër për postin e tij. Një mjek. Një mjek, patjetër, një policë qarkullimi që e ka i natë gendin, ka për radhë gjoba. Në Tepelen është ai polici. Gendis ka qenë Tepelen ka një 2 vjetë, e di unë shumë mirë të paktën. Po vazhdojnë i vinë gjobat nga Tepelena. Se zidhe do të matë Tepelena. Ja, i ka ngell hatri dhe si flet. E ka bërë blok. A, mënë në plak. Ja. Qatë kam bërë? Qatë, vazhdo gjoba. Edhe gjobat vogla. 15, 20, 30.000 lekë shu. Që mos me ranë sy. Po qëla. Sa e lidzon thue pas a marë në Tiranë. Pa një që e hongër në... Dijeni pak hapin e parë. Denoncimi i radhës në Stop lidhet me një kompani që zbulon talentet e fëmijëve, bëhet fjalë për Kiki Models, dhe zonja Gjevahire ka dërguar vajzën në një kompeticion të organizuar nga kjo kompani, ku kjo e fundit është pallur dhe fituese. Por kur vjen puna tek shpërblimi monetar, ky shpërblim nuk është dhënë. Unë vajzën e kam këtu te qendra kulturore për këndim, e kam kurs të këndimit. Edhe na ka sugjeruar e zysha, na u duk si kështu konkurs serioz, nga që erdhi edhe kërkesa në bashki. Fëmia juaj u shpall fitues në cilin konkurs? Në X Talent Glob, me producent Kreshnik Husaj, edhe nga produksioni Kiki Models. Ne na u dha një shumë prej 10.000 eurosh, do me thanë për angazhimin në këtë aktivitet. I morë 10.000 euro të vajzës? Jo, nuk i kemi marrë këto.
Edhe kjo ka qenë nga data 4/3/2025 deri me 3/1/2026, do me thonë brenda këtij afati duheshte më marrë shumë më. Pastaj kur është mbajt finalja me 30.000 pesti, janë shpërndar disa çmime. Çmimi është me shumën 50.000 euro, por nuk e di se janë 4 emra aty. Kur afirmos kjo deklarata notariale, ne kemi pas me 15/6/2025 me na kalu shumë në bank, do me thonë. Ne vetëm një person kemi njoft nga kjo aktivitet, vetëm me këtë Krishnik Husaj kemi pas të bëjmë ne. Dhe kjo na ka thënë që do të kalojmë, por nga që është një bashkëpunim Kosovë-Shqipëri, ka fut do me thonë si kur është Ministria e Kulturës e Shqipërisë edhe adivonojnë këto çdo muaj jo dalin me 15 këtij muaji, vike muaji jo po do dalin muajin tjetër se kështu janë ca probleme. Asnjë gjë nuk na ka shpjeguar do me thonë një gjë të qartë. X Talent Globe. Si quhesh më? X Talent Globe. Oh yeah, you know what I mean. Shqipërinë e mori turku i vuzjar. Është larme. Vazhdojmë vazhdimin. Do thot dikush, po jo pra jo. E dikush është problemi që pse e ngrem. Do thot, ma qa halë, çka ky vend ju merri me këtë. Po jo pra jo. Po të gjitha do merremi. Ky është momenti që ne duhet të ndalemi pak që ju të kuptoni qartë e pastër. Duke mos funksionuar kjo gjë kështu padrejtisht. Ajo vajza apo ai djali që ka fituar apo këto agjenci që janë papërgjeshme duhet të ndryshojnë. Që një vajzë që ka talent në kërcim, në këngë, ku diun plot talente të tjera, marrin paratë të tyre dhe stimulohen dhe kuptojnë që këtu në këtë vend, jo vetëm në këtë vend, por në këtë lloj situatash ka barazi, fiton më i miri dhe ai shpërblet dhe i nxit stimulin për të ecur më para. Pse ja premton këto para se ka kompeticione që merr dhe një certifikat, me një kup, nuk ka e ka mund dollapin plot. Po, patjetër. Magazin dhe vend. Në tërmetin e fundit që ran Tiranë, nuk e di sa kupa ran tokë. Vaja të rënda, bëjnë të vogla, më të vogla, sa i çakmak. Ose një medaljon, nga 2 akrat. From Sara. Ishte Budalla Xhaxhi që kishte dekorata kështu. Vjetë xhaketa. Vazhdojmë. Kiki Models administrohet nga Krishnik Husaj dhe fusha veprimtarisë është spektakël televiziv. Në mars të vitit 2025 nënshkruhet një kontratë shërbimi mes familjes Xhevahirës, bashortit të saj dhe Krishnik Husaj, ku vajza e tyre për shkak të angazhimit në projektet e Kiki Models do të ishte përfituese një vlere 10.000 euro. Nga këto, 10% të kësaj vlere duhet ta paguaj familja e zonjës Xhevahire dhe në këtë mënyrë, në finale, brenda 9 muajsh, do merrte mbrapsht pagesën 9.000 euro. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe kjo kontratë shërbimi nuk është respektuar, pavarësisht që 10% e vlerës, pra 1.000 euro, është paguar nga ana e familjes së zonjës Xhevahire. Në qershor të vitit 2025, pasi u zhvillua kompeticioni, u shpallën fitues 4 fëmijë. Një prej tyre dhe vajza e zonjës Xhevahire. Çmimi fitues është 50.000 euro që mendohet që do ndahet tek 4 fëmijët fitues. Është përcaktuar detyrimi i përqindjes 0.5 kundrejt familjes së Xhevahires, një pagesë kjo që është bërë nga ata, por kur vjen puna për të marrë çmimin fitues të fëmijës, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Por çfarë i thuhet nga ana e zotit Krishnik Husaj, babait të vajzës, bashortit të Xhevahires të drejtuar në emisionin Stop, kur ky i fundit kërkon parat që i ka fituar vajza në kompeticion, si edhe parat e kontratës së shërbimit. Përshëndetje Kika, si kalon? A kemi lajme të mira për lekët, kur na del çeku? Si dalit lajmërit parin, se para tanve je, kështu që i pari je. O Kika, thash se mos dalin këtë muaj, tuajat besoj po. O Kika, më ke thënë që në mes të shkurtit kalojnë lekët. Unë të thash të shkruaj nesër se jam në aktivitet. Ai që ka men, besoj kupton. Kaq, se na lodhët. Vlla si je, a je mirë. Mjetet në llogaritë e ju janë me 1 qershor 2026, ditën e fëmijëve gjysma e tyre. Gjysma besoj në përfundim të vitit 2026. Të njëjtin informacion të ja dërgoj dhe në bashkinë tuaj me shkrim. Edhe duhet ta dish se je i vetmi që i kemi siguruar mjetet për këtë vit, për vetmen arsye bashkëpunim dinjitoz me ty. Gjithë të mirat, Kika. Dhe për fat të keq, familja e zonjës Xhevahire nuk beson as pak që këto mjete do kalojnë në llogari bankare, kur nuk kanë kaluar brenda afateve të përcaktuara në deklaratat dhe kontratat e shërbimit. Fal po.
Mos i hy detajve se më qënene, të lutëm, qarë. Kjo pas ako, kjo... Pa tjetër, që... Që ka tha, do i morësh legët, i tha. Nga 4 mars 2025 në 3 janar 2026. Që ta kishe thonë, do i marri vajza kur të bëjt 18 vjeç. Është dhe gjatë herë. Në fakt, është një emri njohur për net pak në emision. E kemi transmituar një herë. Ka një rast tjetër, Odeta Gjevori, të pa transmituar, sepse pritëm gjatë, që do kthejnë të lekët, po nuk ja ktheo. Nuk është se e kemi personale me ty, mërdjallë, po ma të qka ti bën. Ndryshoj qasja. Po ndryshoj qasjen se nuk jetë s'kjo punë. Dhe unë abitim se si të vinë dhe të besojnë akoma. Ose ajo që tha Gendi. Jemi noni medalje kajsh, nuk ka lekë. Apo për të regjur fëmijë, prindër gjasë këtu, je meren lekë. Po jo pra jo, nuk funksionon kështu. Si ja merë këto lekë, do më thonë si justifikon. Se të ka dhonë 3.050 euro familja. Si ti dhamër buridheot, a bie modhe, qëri bo? Nuk e di. Folëm personalisht me dhe, shikoda se donatori. Që donatori? Donatori. Akoma pret donatorin, ti donatori ka falimentu, ka 6 muaj se ke mërë vesh. Ku ti gjesh të lekë? Kur s'jeni të zotë mos i bëni. Se mirë ku ti gjesh, po pse jo amore prinderve? Ha? Si jo amore ti ato lekë? Do pagushti një 5% të faktikisht me qa po sho, donatorë dhe vitë du që e kanë prindrit. Po pa tjetër, bro. Pa tjetër? Prindrit. Tjetër, ndigjeni. Kreshnik Husaj, ky shtetas kosovar nuk është një personazh i panjohur për publikun. Daljet e tij nëpër media janë të shumta. Prezantohet si producent, premton zbulimin e talenteve tek fëmijët, madje organizon dhe festivale dhe kompeticione të ndryshme për fëmijë. Infiltrohet një prind për të takuar me zotin Husaj. Tentativa e parë, pasi lihet një takim, ai nuk paraqitet. Është momenti që ne të tentojmë të kemi një komunikim me zotin Kreshnik Husaj. Flitet për të paktën 35.000 euro që mendohet që familja e zonjës Gjevahire do të marrë në formën e shpërblimit për pjesëmarrjen dhe fitoren që vajza e saj ka bërë në kompeticionet e zhvilluara nga Kiki Models. Kreshnik, si je? Mirë, faleminderit. Unë jam Dominika, gazetare e Stopit. Këto pagesat kur do i marrin? Ne kemi një marrëveshje notariale me familjen. Po. Që afatet kanë kaluar. Është shumë e vërtet që afatet kanë kaluar. Dhe jemi në pritje të këtij procesi derisa mjetët të vinë nga donatori tek ne. Dominika, jemi në një situatë që jemi në pritje dhe vetë, edhe nuk të jep dot përgjigje fikse as ty. Po mirë, në momentin që ti nuk e di se kur vjen mjetët, nga ana tjetër në kontrata ju brenda 24 orëve keni marrë përqindjen. Asnjëherë. Ore zotri, po të them dhe një herë, fatura do të t'i sjell. Okej. Asnjëherë. Në rregull. Nuk më bën mu të them diçka, po kur nuk ka ndodhur. Kreshniku nuk e pranon, por kjo është fatura 650 euro e derdhur në llogaritë e tij. Dhe kjo është deklarata e Kreshnikut dhe babait të vajzës, ku është likuiduar pagesa 5% e vlerës 50.000 euro dhe jo 0.5%. Pra, familja ka paguar 3.150 euro, me shpresën që do marrin 35.000 euro. Konkursi është harruar kur është zhvilluar. Në bazë të kësaj përgjigje, në dilem të madhe mbetet nëse familja Gjevahirës do ta marrë ndonjëherë pagesën apo jo, sepse sipas asaj që na tha Kreshniku, mjetet nuk kanë ardhur. A dhe është e gjitha me fatura? Jo, se e ndjohet si tha. Me fatura në bank? Jo, ma shumë në fillim tha Kika, unë tha, asë së shëbërtit fare, me dokumenta, u ke morë lekët shprinderve. Pa pse e mërë djallë? Pa pse më me ty do meremi? Po pak halë tjera ka këvën? Do thot dikush tjetër me do merem. Po pa tjetër dhe kësh halë. Kam pagu familjarët ti, zotrije, duke para tje dhe ti, zonja tje, kam pagu ka 3.050 euro, jam 5 miljarë, ka 3.000 euro, 15.000. Ja donatori kryesor, ja sponsori. 17.050 euro të 5. Ja, sponsori, kjo është sponsori kryesor, dhe me logo. Po, mbi emrat e 4-5 familjeve atje. Dëshoni qasja. Boni më të dashur me fëmijët, rrituni besimin tyre. Pse duhet, në këto rase, pse duhet gjenjen që ke kaq premje, ke këtë shmima që të vinë fëmijët? Po mirë pra të vini një herë, 2 herë dhe nuk e morin vesh që ti nuk u jep më lek. Bëj, shiko, 8-2. Ti jep një ark, ti gjën xhaxhi po dole veni parë. Ka që ka mon, takatin. E po të shi, gjithë si Vera Grabocka nuk do bëni dot. Mani, shtrini komës sa keni organin. Kthehemi pas pak.
067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.